Në kuadër të 20 nëntorit, ditës botërore të drejtave të fëmijëve, Drejtoria e Kujdesit Social në bashkëpunim me Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Familjes në Bashkinë Korç, zhvilloi një aktivitet sensibilizues me pjesëmarrjen e nxënësve nga disa shkolla të qytetit. Qëllimi ishte rritja e ndërgjegjësimit mbi mbrojtjen, respektimin dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve. Sot, më shumë se kur, ne reflektojmë dhe jemi përgjegjës si institucione, si komunitet, ashtu dhe si prindër, që krijimi një mjedisi të sigurt për fëmijët, një mjedisi ku fëmija ndihet i vlerësuar, i dëgjuar, i mbrojtur, krijon gjithmonë një fëmijë më të mirë për shoqërinë, një komunitet më të mirë. Problematikat që lidhen me dhunën, bullizmin dhe abuzimin ndaj fëmijëve janë në rritje, duke theksuar se vetëm gjatë një viti janë trajtuar rreth 70 raste të tilla. Kemi rreth 70 raste të fëmijëve, të cilat janë trajtuar pranë Drejtorisë së Kujdesit Social. Kryesisht janë problemet të fëmijëve me njëri tjetrin, problemet e bullizmit, që janë shumë, sidomos jo vetëm në shkollat nëntëvjeçare, por edhe në gjimnazet e qytetit. Pastaj kemi probleme sociale, prindër të divorcuar, probleme të dhunës në familje që indirekt prekin edhe fëmijën. Nxënësit pjesëmarrës treguan njohuritë e tyre mbi rëndësinë e kësaj dite dhe theksuan se çdo fëmijë ka të drejtë të jetojë i sigurt, të dëgjohet dhe të mbrohet. Duhet që të njohim të drejta dhe ato të na respektohen, sepse ne jemi akoma të vegjël dhe duhet ta shijojmë fëmijërin. Çdo fëmijë ka të drejtat e tij. Ka të drejtë të ushqehet, të strehohet dhe të ketë një familje që ta ndihmoj atë. Aktiviteti u shndërrua në një hapësirë reflektimi, dialogu dhe kreativiteti, ku fëmijët përmes posterave, vizatimeve dhe pikturave përcollën mesazhin se mbrojtja e të drejtave të tyre nis nga dëgjimi dhe respektimi i zërit të tyre.